vërtet është një ambient toksik i punës dhe është këtë gjë që di interesant sa mlefi është aty. Ka mlef, punëtor të komunës, zyrtar që trajtohen me presion e punojnë në presion, zyrtarë të arsimit të cilët janë në kontrol edhe kur i bojnë like në Facebook e me kanë rrinë në qytet, edhe punëtorë shëndetësisë ku njëjtë dikush aty afër i përcjell kush me kanë folje çka bani. Unë veç për them një gjë që në vizionin tem sa një parë që do të më bëhë është me shku edhe me dhënë mesazhin që pe sodi ju me kanë rrini edhe ku bëni aktivitet politik edhe çfarë bindesh keni politike kur mos i ndërpreni momentin që kalon orari i punës. Pra, ka përfundu orarin, ora 4, në 4 minut, çfarë do aktivitete që ju menoni kur mos pritni që ju përcjell kush, se s'ka me ndodhë. Në të depolitizimi që shumë përmenet, unë kam nevojë që kam bindje që do të më pa në praktik. Edhe tjetra që është shumë e rëndësi. Po shteti lokal është i rëndësishëm që një kryetar që i ka shumë fuqi vendimari, së është institucion ku kryetari ka fuqi të madhe vendimari. Me pas të qartë si koncept që njerëzit, ata që janë me ty dhe ata që nuk janë me ty, je kryetari të gjithve. Edhe në qatë pikë, me dallu konceptin e kundërshtarit politik, që shka ndodhë në diskutimin që falem për kolisht, me armikun. Armiq nuk ka sot nevojë as fëmijën me i pyet se ne dim kanë kemi pas ai kem armiq. Po nëse dikush mbrana në Kosovë menon ndryshe politikisht, do të më pas qartë që ki kundërshtar politik. Edhe kundërshtari politik edhe ai do të më trajtu me respekt. Dhe po flas në mënyrë specifike për qytetarët. Nëse dikush nuk menon si na, edhe na nesër jemi në pushtet edhe e trajtojmë akoma si kundërshtar politik, këtu fillon rënimi një filozofie të mirëfillt që të qëmë për para. Dhe qëto, asi karakter mos ma ban me i nda njerëz, nështë ne ka mundësu pak edhe profesioni shihen ndryshe, po kur më ndodhë s'ka. Kur në lap më ndodhë. Mi trajtu njerëz si qytetar të ranit pare, të ranit dytë, e kjo është me ne, e kësë është me ne, nuk ka më ndodhë. Edhe për këtë pjesë, jem edhe pak ma i ndjeshëm se kom pashi çka është të ndodhë në teren, që është trajtohen njerëz, dhe sa një parë është më këthy normalitet dhe normalitet e këthen me depolitizim, me mesazh të qartë ditën e parë të punës pej sot. Po aktivitet politik ku dushti, masorari, sillo qysh dushti, rreme kanë dushti, nuk je fokus, se atë liri e meriton nuk është, dhe si je kundërshtar politik nuk je armik, edhe ki mu trajtu edhe me projekte si qytetari që t'i veni, me të gjitha benefitet që kanë me i pas të gjithë pa i nda.